gjykatës? Nëse nuk gabohem, të gjithë kandidatët, sipas vendimit të mëhershëm të gjykatës kushtetuese, sipas atij vendimi janë ezauruar. Të gjithë janë provuar nga 3 herë, edhe pa vullnetin e tyre. Ku ke po në parlamentarizëm, me dalë, me të thonë deputeti, me dorë, duke bo me dorë që unë nuk du me konë kandidat. Kandidatët e listës sërbe e kanë bo këtë sen. Po pastaj për shkak të rregullores që përmes shurtit ata mund me u përzgjedh, edhe kanë refuzuar me votu edhe vetveten. Kështu që unë shumë shpresoj që gjykata kushtetuese nuk më lëshu në një lexim të tillë për shkak se vërtet krijon precedene të rrezikshme, tepër të rrezikshme. Dhe pikërisht partitë e deri opozitare ju akuzojnë juve vetvendosjen se me këtë rast po e fuqizoni listën serbe. Po nëse fuqizimi i listës serbe është nga hegemonia absolute në votën serbe, me hup një mandat, pastaj me hup komunat, pastaj me hup komplet infrastrukturën e nën-tokës, edhe të krimit që e ka pas, edhe të kontrabandës që e ka pas, atëherë po na këshmi të e fuqizu listën serbe. I na të e fuqizu drejt asaj që quhet rend dhe leq. I na të munu me bon të barabartë. Të rasti kuvendit? Të rasti kuvendit është prap ka 100 shembuj që e vërtetojnë që nuk ka një synim të tillë. Ne po themi që për neve është vetëm një opcion me pas në kryetar kuvendi, i cili nuk vjen nga lista serbe për shkak se ka opcion në aspektin ligjor, kësaj here ka opcion. Mandatin e kalum, ti nuk e mujt me zgjedh dikon prej një partie tjetër në kryetar kuvendi, sepse thotë që duhet jetë deputet. Kështu që kësaj here opcioni është edhe na nuk kena nevojë me lyp diçka tjetër përtej një përfaqësuesi serb i cili nuk e sulmon në Republikën e Kosovës. Edhe kur po them nuk e sulmon, po them nuk është që nuk e sulmon në aspektin e gjuhës edhe mënyrës si flet, po flas me akte faktike të sulmeve fizike terroriste. Kam pas nën kryetarin disa anëtar tyre pjesë e sulmit, tash po dyshohet që edhe një ish deputet i tyre ka mundur të jetë pjesë e sulmit. Çfarë peshë ka? Një nën kryetari 5. Jo, në kuvendit të Kosovës, zoti Bajrami, dihet që ato janë edhe nën kryetarë të tjerë. Pa autorizimin e kryetarit nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër. Unë më shumë çështje politike se sa peshë relevancë të postit. Unë e kuptoj që roli juaj është që përmes pyetjes të nxitni atë të vërtetën më të saktë që mund ta nxjerrim së bashku, por kështu mund të thuhet edhe për territore të caktuara të cilat janë djerrina dhe sprodhojnë kurrë. Analogji që nuk qëndron fare. Po jo, se është shumë i rëndësishëm, nëse një subjekt politik e sulmon Republikën e Kosovës, edhe dakordohet edhe bashkërendon me Vučićin për çdo veprim, për neve është tentativë për cenim të sovranitetit. E kur ka mundësi, ai mos me konë nën kryetari i kuvendit, pa diskutim që duhet me zgjedh tjetrin. Edhe në qeveri, njëjtë me qenë. Cila është zgjidhja e vetvendosjes? Zgjidhja e vetvendosjes edhe secili subjekt shqiptar do duhet të ishte që nën kryetarin e kemi të gatshëm. Është Rashiqi. Edhe aty thuhet që duhet të jetë serb, dhe në qoftë se duhet të jetë serb, atëherë le të jetë Rashiqi, edhe të vazhdoj me themelimin e qeverisë, me formimin e qeverisë.